Rikthehemi në pjesën e fundit në dritare në Vision Plus. Do duhet të kujtoj që është në fillim që jemi live në Facebook gjithashtu. Jemi live në YouTube, jemi gjithandej live për të gjithë ju, kudo që jeni që na ndiqni dhe doni të kuptoni çfarë po ndodh në Shqipëri. Jo vetëm ju që jetoni këtu dhe dini, por edhe që jeni në Kosovë, keni probleme tjera, në Maqedoni keni probleme gjithashtu sepse qeveria ende nuk ka të reja nga qeveria në Maqedoni, edhe nëse ka këtu vëmendja është e gjitha tek shkarkimi i Manjanit dhe tek e ardhmja e marrëdhënies së koalicionit. Në fakt, kjo është e rëndësishme për të folur në fund të kësaj pjese të tretë, nuk është parashikim, po kjo është logjik. Çfarë do të ndodh deri në fund të zgjedhjeve? Do të kemi qeveri me Metën dhe Ramën, cilën do të çojnë në zgjedhje dhe pastaj do shkputen në zgjedhje të ndarë, apo çfarë pritet të ndodh diçka që nuk e dim? E vërteta është që nëse të bëjmë një bilanc të ditës sotme, po filloj këtë për ta përfunduar ditën e zgjedhjeve. Perceptimi është që Lëvizja Socialiste për Integrim ka humbur, duke qenë se është detyruar në një farë mënyrë që në fund të një jave plot me akuza që ka lëshuar ndaj Partisë Socialiste dhe përfaqësuesve të saj, detyrohet që të heqë ministrin e saj, ta zëvendësoj ministrin e saj. Për mua mbetet enigmë dhe unë jam le të them 50-50. 50-50 për sa i përket po themi parashikimit që mund të bëj lidhur me koalicionin e ardhshëm. Pra dihet që nuk do të ketë një koalicion LSI-PD. Dihet? Paktën liderët e këtyre dy partive e kanë përjashtuar që do të ketë një koalicion paraelektoral si nga Partia Demokratike, si zoti Basha, pra si zoti Meta. Çështja është që do të kemi një konfirmim të koalicionit aktual apo do dalë më vete, pra do krijojë një koalicion, një pol të tretë, po themi. E vërteta është që Lëvizja Socialiste për Integrim numerikisht me këtë sistem humb mandate dhe vota nëse krijon koalicionin e saj, pra nëse del në vete. Nga ana tjetër, besoj që LSI-ja, pra Meta, do dilte në vete nëse do të kishim një parti demokratike më të fortë. Por duke qenë se Partia Demokratike është mjaft e dobët, fitoria e Ramës pa Ilir Metën, vetëm me shpëtim i Drizin, është një opcion i kalkulueshëm dhe real. Nëse do të kishim një balancim midis dy forcave kryesore, po themi PD, PS, kujtoj që ka 65 mandate PS dhe 46 Partia Demokratike, nëse do të kishim pra një barazim të këtyre dy forcave, edhe votat dhe mandatet e LSI-s do valorizoheshin, pra do kishin më shumë vlerë. LSI-ja ka 16 mandate nga zgjedhjet e 2013-s, nuk po flasim për lëvizjen, fluiditetin e mandateve gjatë legjislaturës, pra ka 16 mandate. Edhe me 10 apo 12 mandate, LSI-ja mund të ishte më shumë vendimtare dhe mund të kërkonte më shumë nëse do të kishte një barazim të dy forcave të mëdha. Po fakti që Partia Demokratike, sipas perceptimit për të qenë real, sepse nuk vlen edhe të themi tani që Partia Demokratike është inekzistente, po duke marrë perceptimin, sondazhet e disa OEQ-ve, po themi, dhe dy zgjedhjet e fundit në Dibër dhe në Kolonjë, mos gaboj, ku Partia Demokratike nuk mori as gjysmat e votave të Partisë Socialiste, ndërkohë që është viti 4 i qeverisë. Teorikisht do duhet shihni një rritje të Partisë Demokratike, pavarësisht se ato janë kampionet vegjël, po në fundi kanë votuar 20.000, 30.000 vetë për këto. Do duhet të kishim një teorikisht, pra një rritje të opozitës. Fakti që opozita është kaq e dobët, kjo devalorizon edhe LSI-n. Prandaj ka mundësi që Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht gjithë këtyre lumit akuzave, po themi ndërsjella ose përplasjes me PS-n, të dalë në koalicion. Nëse më lejon Rodina, do duhet ndalesha fare pak tek pyetja për ministrin Tahiri, se nuk pata mundësi të flas, ose për rolin e Ministrisë Brendshme. Unë besoj që nga koha e Ahmet Zogut në këtë vend, Ministria e Brendshme ka qenë një dikaster i kërkuar. Pse? Sepse Ministria e Brendshme ose policia ose xhandarmeria së kohë është forcë dhe është pushtet, më shumë se sa Ministria e Kulturës ose ministri tjera. Dhe unë besoj që Lëvizja Socialiste për Integrim e synon, po themi këtë post, jo sepse është vetë ministri Samir Tahiri, por edhe po të ishte dikush tjetër, fjala vjen zoti Balla, do të kishim njësoj, le themi një presion të LSI-s ndaj kësaj ministrie për shumë arsye. Ne kemi parë që kjo ministri dhe ministri Tahiri ka qenë ministri më i atakuar edhe nga opozita. Duke qenë se ai ka qenë, le themi, një shining star ose një guri më i fortë, nëse mund të përdorin këtë zhargon, në duart e zotit Rama. Pra ka disa arsye. Para punës, duke sulmuar politikisht Ministrinë e Brendshme dhe ministrin Tahiri, një figurë të fortë politike, ti drejton sulmin në zemër të pushtetit, sepse ne kemi parë ka sulme edhe ndaj zotit Velia, i cili po ashtu është një lojtar, po themi, në këtë skakierën e smajtës.
Pra, duke bërë këtë gjë, duke sulmuar një ministër, një individ që është mjaft i fortë politikisht, duke kërkuar në një farë mënyre edhe ministrinë e brendshme për ta drejtuar vetë, unë i shoh pra si lëvizje të mirë fillta politike. Nuk është, po themi, çudi ose s'është e fshehtë që Ministria Lëvizjes Socialiste për Integrim e synon, e ka dashur gjithmonë këtë post për këtë arsye, pra, që unë thash, dhe jo vetëm LSI-a, prandaj përmenda me shaka me zogun, se çdo parti në këtë vend ka më të rëndësishme fjalëve në Ministrinë e Brendshme se sa Ministrinë e Shëndetësisë. Ndoshta duhet të ishte Ministrinë e Shëndetësisë, ose po themi pa diskutim, Ministrinë e Financave, duke qenë se ekonomia, ose ndoshta edhe Ministrinë e Jashtme, duke qenë se po më shumë ne kemi shqiptar jashtë kufive territorit sa brenda. Por Ministria e Brendshme ka qenë gjithmonë, pse? Ministria e Brendshme ka loz rol edhe në zgjedhje, për të qenë të sinqert. Pavarësisht se po themi gjatë 10 viteve të fundit trupa e policisë, le të themi, është sjellë relativisht korrekte. Beson që do shkohet këto zgjedhje me këtë koalicion dhe me këtë ministër Rendi? Po, unë besoj, unë nuk besoj që zoti Rama, pavarësisht se liderët në moment caktuar kanë treguar që për të ruajtur pushtetin janë të gatshëm të bëjë shumë gjëra dhe nuk do të bëj paralelizma, por besoj që ai do të humte absolutisht nëse do të hiqte zotin Tahiri, jo më kot edhe për 2 ditë më parë, edhe zoti Rama vetë, por edhe zoti Tahiri publikuan atë sondazhin që policia është institucion i besueshëm, pra në një farë mënyrë tregojnë që e konfirmon pra në këtë detyrë zotin Rama, zotin Tahiri. Kjo vjen edhe sepse zoti Rama dhe Partia Socialiste ndihet e fortë. Pra, prandaj kthehem tek ajo që thash në fillim të emisionit. 2 vitet e para kemi parë, tani po them me zhargon, kur rrinte zoti Rama afër zotit Meta, kemi parë gati edhe një përulje fizike. Dhe partitingu që ka ndryshuar. Dhe përsërisë gjithmonë bashkëkryetar koalicionit në përpjekje për ta mikluar, ndërkohë që vitin e fundit e ka ndjekur me vëmendje zoti Rama sjell, nuk dua të them arrogant, por shpeshherë edhe ka ironizuar në sytë ndërkombëtarëve. E ka, po themi, atakuar ose ka bërë batuta, po themi, gjë që nuk i kemi parë 2 vjet e para. Kjo mua më mbledh mendoj që zoti Rama, edhe lëvizja sot me vërtetoi këtë gjë, pra që shkarkoi Tahirin, bëri një lëvizje në sulm, që se kishte bërë më falni, ndjes. Shkarkoi Manjanin një lëvizje në sulm që se kishte bërë në këto 4 vite, tregon që zoti Rama ndihet i sigurt. Mendoj që topi është në po themi në anën e LSI-s, sepse zoti Rama edhe për koalicion e ardhshëm ka thënë që do ketë 3 bashkëkryetarë, pra do ketë edhe zotin Idrizi, pra në një farë mënyrë ftesën e ka bërë për LSI-n. Nuk besoj që zoti Rama do ta përzerë LSI-n nga koalicioni, por mbetet LSI-n për të kalkuluar. Nuk do apo nuk mundet? Unë besoj që do ta ketë, por në fundit vendimi final do t'i ngjelet LSI-s. Problemi me 3 bashkëkryetarët është i Ilir Metës, jo i zotit Rama, se zoti Rama dhe tha hapur. Po, jo, atë thash pra, nuk është problem. Zoti Rama ka thënë që kemi 3 bashkëkryetarë dhe jo më kot është fuqizuar po diuja. 3 nënkryetarë, domethënë nëse janë të 3 forcat nënkryetarë, edhe numerikisht ndikon tek LSI-ja. Janë ato e kuptoj, jo, unë besoj që duke qenë forcë e dytë, nuk besoj që PD-ja mund të kalojë mbi LSI-n, duke qenë forcë e dytë kam përshtypjen që ky sistem vazhdon ta favorizojë. Por që PD-ja është e fortë dhe ose është forcuar, dhe kjo është një tjetër diskutim që do një emision vetë të si është forcuar, por me gjithë konsensin e mundur, jo shumë mirë që është fuqizuar, se në fundit komiteti Çam ndoshta e meriton këtë. Por besoj që kjo është, le të themi, një lëvizje, le të themi hapur e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për dobësuar, nuk po them për dëmtuar, se ka sens pejorativ, por për dobësuar një parti e cila ndikon ose i bën presion ose në fundit do ta gryej, sepse e gjithë kjo në fundit thash unë mendimin personazh nuk është se në këtë lojë ka të mirë dhe të këqij, se po të hedhim një sy nga opozita, ke njerëz aty që kanë pasur dosje, akuzë zyrtare nga prokuroria e përgjithshme e këtij shteti dhe nuk kanë shkuar në gjykatë, nuk kanë marrë pafajësinë. Por kjo është tjetër çështje. Pra besoj që pak a shumë janë gjithë një lloj, edhe mbetet një luftë që do vendoset për mua para nisjes fushatës elektorale. Që do thotë, nëse do të kemi një koalicion, një rikonfirmim të këtij koalicioni, pra PS-LSI PDU, atëherë zgjedhjet do jenë një formalitet. Nuk kaloj, po. Formalitet. Rudina, unë e shikoj kështu, gjitha këto ndodhjet e ditëve të fundit e kanë kthyer, si të thuash, në thonjza LSI-n me këmbë në tokë, çfarë dua të them me këtë, në kuptimin që Më kërë me këmbë në tokë, se ka një hap që ata po thonë kanabizim, shkarkimi i ministrit sot të drejtësisë ishte akt force. Pra, çështja është që me këmbë në tokë në çfarë kuptimi, që i ka treguar forcën reale, sepse për shkak të këtij sistemi politik që është krijuar deri tani, ndonjëherë LSI
LSI-a duke qenë se përcaktonte mazhorancat merte apo pretendonte edhe më shumë se që i takonte, me 10% që përfaqësonte elektoratit, me ndodhit e sotshme, pra ju tha që vleni vërtet kaq, dhe kjo është e drejta në një lojë politike normale, pra ne nuk mund të vazhdojmë që një forcë e vogël të pretendojë çdo gjë. Dhe unë e shikoj kështu të ardhmen e koalicionit, pra unë personalisht mendoj që LSI-a do të shkojë vetëm, por kjo është bindja ime ndoshta e gabuar, por nëse LSI-a do të shkojë në koalicion me PS-n, tani më PS-ja më e fortë në raport me PD-n dhe me LSI-n, do t'i vendosi kushtet e saj. Pra, o do vish në koalicion me këto kushte, në kuptimin brenda normalitetit të lojës politike, ose do dalësh më vete. Për mendimin tim, LSI-a, siç e thash dhe më përpara, duhet të dali më vete, të mati forcën reale, të testoj elektoratin shqiptar, sepse ka 8 vite në pushtet, të vejë dhe të matet, të marri dhe votën, pastaj mbas zgjedhjeve do t'jetë, si thua, më realiste, më e fortë nëse ruan të njëjtat numra dhe më e vërtet politikisht. Pra nuk do të ketë më një lojë të sforcuar apo falsitet në raportin e forcave midis palëve. Megjithatë, siç e thash më parë, unë mendoj që LSI-a do të shkojë vetëm në zgjedhje. Herman, apo s'intereson fare me këtë shkojë? Unë e thasha dhe mendimin tim më përpara, dhe për mus s'm duket se ka një lloj ndryshimi, aq më tepër që po ta shikosh, domethënë gjithë lojrat të dy partitë kryesore që përpiqen kush e kush të josh të tërheq LSI-n, një herë dalin, domethënë me gjithë gjërat që kanë thënë për njëri tjetrin. Dakor, po tani me sa duket e kanë lënë të gjithë. Është momenti ku të gjithë përpiqen të jenë joshës ndaj njëri tjetrit. Po të marrësh ti shohësh deklaratat që kanë bërë më përpara pastaj, çka ka thënë Ilir Meta për Edi Ramën, Edi Rama për Ilir Metën, Basha e këtij. Këto gjëra bëhen komplet qesharake. Dhe atëherë ka nevojë të jesh i mençëm ose të ndjekësh politikën në Shqipëri për ta kuptuar se çfarë loje bëhet këtu dhe se për çfarë është politika shqiptare, çfarë qëllimesh ka politika shqiptare. Qëllime që s'lidhen fare me atë se çfarë i duhet si qeverisje këtij vendi, po që lidhen me interesat e këtyre. Nëse opozita do të kishte një minimum themi integriteti të vetë në tërësi, e para do duhet ishte marrë fare me LSI-n që më përpara, e dyta as të përpiqej ta joshte siç është tek këtu është përpjekur ta bëjë dhe ka shumë ne të gjithë që jemi këtu e dim shumë mirë. Nëse e dim shumë mirë që do ishte diçka plotësisht natyrale, plotësisht e mundshme, që mbas zgjedhjeve LSI-ja për shembull të bënte një qeverisje përbashkët me PD-ja me LSI-n. Dhe s'do na çuditse. Nëse do dilte vetëm, unë nuk do ta quaja të papranueshme. Në kuptimin që nëse do të ishte vërtet forcë e rëndësishme, më vonë jo, politikisht në kuptimin brenda lojës politike normale, sepse do të kishte edhe moralin, le ta themi kështu. Çfarë morali do kishte në fakt? Po sepse, shiko, nëse ajo del një parti e fortë, nëse kandidon, nëse ti del televizion dhe thuaj që Filani është hajdut dhe ti bën koalicion. Nëse ajo kandidon vetëm dhe ruan të njëjtat numra. Kush morali? Dhe nëse shef se nga anon ose cila është tendenca e votuesve shqiptar, sigurisht që për hir të stabilitetit politik, ajo mund ta krijojë qeverinë. Ata dolën para parlamentit. Kjo është ideja. Pra ne kishim shiko, përtej, Ermal, unë po them përtej normalitetit të lojës politike që nuk ka të bëjë shumë edhe me moralin. Besoj ma kupton këtë, pastaj po të hyjmë në moralizëm është tjetër histori, por se jemi ke pjesa moralit, jemi ke një lloj integriteti i brendshëm. Nëse ti e deklaron publikisht që Filani është hajdut, dhe këtu e kanë deklaruar gjitha palët për gjitha palët, jo vetëm njëri specifik, po që të gjithë e kanë deklaruar për gjithë, si mund të pretendosh ti nesër që të qeverisësh? Dhe aty që po them është kjo. Që edhe diskutimet tona se me që theti që s'intereson fare. Është e vërtet se unë jam politolog, unë merrem me shkencat politike, jo me politikën e Jo, partisë Kutia dhe Rom do të interesoj kush është me kë. Fare, me thënë vërtet, se ne kemi vendosur edhe në qoftë aq vota sa do marrim, s'kemi të merrem me koalicion me asnjërin, as para as mas zgjedhjeve. Kjo është gjë duhet ju interesoj tani sistemi partijak në Shqipëri në kuptimin se çfarë loje bëjnë. Atëre to kanë treguar. Atëre më patjetër. Jo, dhe si antari i partisë politike Sfida për Shqipërinë, jo për atë. Kapitania si një qytetar i angazhuar në këtë forcë të politike, sigurisht që ju intereson. Nuk më intereson fare aspekti se me këtë qeverisë Filani çfarë marrëveshje a do jetë kjo me këtë apo jo që të dim do kemi zgjedhje apo formale si qyteti Erli. A keni pretendim pushtetin ju? Se sido që jo. Një pretendim, a keni pretendim të qeverisë? Pretendimi pra pretendoni të qeverisni, se atëre po gënjeni shqiptarët, pra që po thonë ne jemi më të mirë, po nuk do vim në qeveri të qeverisë. Ja do të japun përgjigjen. Ka një pretendim maksimal që është ai i qeverisjes, po që dim shumë mirë se nuk është se do marrim do fitojmë 70% vende në parlament. Pra
Dhe i dyti pasaj është që të kemi aq vota sa të jetë e mundur për me i prish gjithë të lojra. Kontrolloni paketë. Për me bloku në ato raste kur është e aksionet e mundur minorancës së arta. Po ja po ta them, në momentin që sepse ju jeni pedagog i lëndës, partitë tentojnë pushtetin, ndryshe janë OJF. Pushteti ka dy lloje, se tash po më bët po më nxjerr ke pedagog Jo, në kuptimin që se ti koncepton pushtetin vetëm në formë hopsiane, kështu që pustet për të bërë diçka, ka dhe pustet për të bllokuar diçka. Dhe ai quhet pustet. Pa ta shpjegoj. Po, dakor, në Ta shpjegoj. Në qoftë se në parlament, në shqiptar, del ai ligji i famshëm i Plera ose diçka tjetër që është totalisht dhe hapur kundër interesave të publikut, ti nuk ke nevojë për 70 deputet për ta bllokuar. Mjaftojnë 3-4. A është e vërtet kjo? Jo, s'është e vërtet. Po është prap. Pse do ta bllokosh me 3-4? Po daja kishte 40. Sepse ke një edhe nuk e bllokoj dot. Sepse ke një forcë që automatikisht është në opozitë do dali kundër dhe ty të mjafton një prishje e vogël e balancës për ta bllokuar. Okej. Kjo është dhe ky është objektivi minimal, po unë s'du të flas këtu për çështjen e partisë për sfidën, po flisë nga ajo është një parti e re në sistemi politik shqiptar, sigurisht do flasim. Ajo që doja të thoja unë, që më nisa nga shakaja në fakt e Rudinës, se s'është daj shaka, është pikërisht kjo, që shpesh debatet tona ose edhe shqetësimet tona priren nga qëndrimi i spektatorit që çfarë do bëj ky, çfarë do bëj ai, a do bëj çu. Po ti shohësh në tërësi këtu asnjë gjë s'ndryshon. E vetme gjë që ndryshon është që gjërat shkojnë për më keq. Ajo që po thonin fillim, njerëzit sot janë mpirë sepse kanë parë aq shumë skandale sa nuk i bën më fare përshtypje. Do të thënë, me gjithë ato akuzat që ka lëshuar vetëm ky person këtu sot, po të ishim në një vend normal, s'po them për Francë e Gjermani, po të ishim edhe në ku dijon, se di në Çeki ose Slovaki ose diku tjetër, do kishte ra qeveria, parlamenti gjithë gjëra. Sepse aty akuzat bëhen nga ministra normal, edhe njerëz normal. Po edhe një gazetar po të nxirrte këto gjëra do kishte një. Në Shqipëri tu janë vetëm fillafe, ë? Më mirë. Tash ashtu është mendimi. Tjetër gjë, jo po si është mendimi. Disi është puna, ne mendojmë tu shohim ne se ka. Tu ndoshta mund të jenë llafe, ne të gjithë e dimë që ka dhe 100 herë më tepër se sa kaq gjëra të tjera që ndodhin rrotull. Dhe e keqja është ne jemi mpi edhe nuk është se na bën më përshtypje kjo lloj gjëje. Do jemi bë, njerëzit e kanë mendjen tikin. Do të thënë ky është nga ata që ikin shtetit emigrantë nuk janë gjithë opinion depresiv, domethënë. Ti po thua që ne shpresojmë kot. Edhe tek ajo është opinion për antisistem. Edhe tek reforma është pozicionuar si antisistem. Jo, unë po tregoj se si është gjendja. Je brenda. Unë po tregoj se si është gjendja, do nuk besoj që do dalë njëri dhe thotë që jemi vend normal dhe jemi vend shumë demokratik. Ne jemi një vend me problematika të mirat ku banda të ndryshme grindën minoritetën për pushtetin. Nuk e shoh që mendime të ndryshme po. Megjithatë, ne përderisa jemi në politikë dhe investohemi në këtë, shpresojmë për më mirë apo jo. E gjithë kjo debat që bëhet që ne nesër mendojmë për një Shqipëri tjetër që është më mirë. Po kur i çajm hallin partive se me këtë qeverisë nuk është se kjo. Jo, nuk është fjala kur drejtimin e interesit qytetarit. Nuk është fjala të qash hallin partive, por ka edhe një gjë tjetër. Ne jemi në sistem. Ne nuk mund dalim nga sistemi. Atëherë si e parashikon sistemi? LSI-ja do vazhdoj të qeverisë me. Unë mendoj që LSI-ja nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Madje tani do nënshtrohet, do kërkoj me çdo kusht do kërkoj koalicionin që ta formalizoj koalicionin para elektoral. Për arsye që i tha shumë mirë i tha zoti Murati, unë do doja që LSI-ja të kalonte në opozit, pasi ka 8 vite në pushtet, ka 4 vjet me PD-n dhe 4 vjet në një forcë politike i shërben edhe opozita, i shërben ndofta më shumë se sa pushteti në raste të caktuara. Do doja që në Shqipëri mos ketë imponim pakicave, domethënë, siç ishte në fillim që kishim imponim shumicash dhe domethënë jo imponim, po domethënë nuk konsideroj fare pakica, tani ne kemi një imponim pakicës. Unë nuk doja këtë gjë. Dhe do doja që të implementohej reforma në drejtësi. Për të gjitha ata që u përmendën këtu, si majtas, si djathtas, në mënyrë që politikat pastrohet. Mos vinë në parlament ato që ishin deri tani. Pasi ky është parlamenti më i dobët i këtyre 26 viteve. E mbyllim me besimin tënd atëre, duke ju falenderuar që ishim bashkë sot në një ditë e rëndësishme për politikën shqiptare, në një ditë nga ato që quhen vendimtare. Ishim live në Vision Plus, ishim live në Facebook gjithashtu. Kishim në këtë emision analizë mbi shkarkimin e Ministrit Drejtësisë Ylli Manjani, zëvendësimit të tij me zotin Petrit Vasili, dhe pse nuk folëm gjatë për zotin Vasili. Për të ardhur në koalicionit dhe sidomos kishim
intervist me avokatin e njeriut më të përfolur të kohëve të fundit, zotit Klement Balili, është avokatit i grek, i cili tregoi se zoti Balili mirë bën që nuk dorëzohet, se nuk ka si të dorëzohet drejtësisë një vendi që ka kthyer të gjitha në një konflikt politik, madje në një konflikt të ulët politik, ku përmenden video që sipas avokatit ai nuk i njeh. Nuk i njeh ai, po ekzistojnë. Zoti Manjani thotë që ekzistojnë, duke kthyer në pikën më të debatuar dhe më të klikuar nga portalet momentin kur ai tha ministra socialist me dashurat e tyre. Do të flasim përsëri për politikë, do të flasim gjatë dhe shpesh për politikë edhe të hënën tjetër, edhe derisa të kemi zgjedhje. Do të takofshim të ardhshme në Vizion Plus.